Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka komentuar shkurtimisht marrëveshjen e mbrojtjes ndërmjet Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës, duke theksuar se marrëveshjet tripalshe mes vendeve aleate janë çështje që ata vendosin individualisht. Duhet të përmbahem pak nga komentimi i çdo zhvillimi në çdo hallk, përfshir Ballkanin Perëndimor. Kjo është e vërtetë që aleatët vendosin individualisht për marrëveshje dypalshe apo tripalshe midis tyre, u shpreh Rutte. Gjithashtu ai është pyetur rreth marrëveshjes së bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes mes Serbisë dhe Hungarisë, e nënshkruar në Beograd gjatë kësaj jave. Rutte ka pohuar se NATO nuk është konsultuar paraprakisht për këtë marrëveshje. Serbia dhe Hungaria nënshkruan një marrëveshje në bashkëpunim në mbrojtje pas deklaratës së bashkët të bashkëpunimit ushtarak ndërmjet Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, e cila u vlerësua si provokuese në Beograd. Vlera praktike e kësaj marrëveshje nuk është shumë e rëndësishme për mirëqenien e qytetarëve të Serbisë, as për sigurinë e tyre, dhe siç theksoi për Deutsche Welle drejtori i Institutit për Çështje Europiane Naim Leo Beshiri, kur analizon të gjitha marrëveshjet strategjike të nënshkruara nga Serbia, marrëveshje të tilla ka vetëm me Burkina Fason. Ajo marrëveshje është e fokusuar ekskluzivisht në përfitimet ekonomike për kompanitë që janë të afërta me dy liderët autoritar, Viktor Orban dhe Aleksandar Vučić, deklaroi Beshiri. Nga ana tjetër, sipas Aleksandar Popov, drejtori i Qendrës për rajonalizim, nënshkrimi i marrëveshjes ushtarake me Hungarinë është një lloj përgjigje ndaj marrëveshjes tripalshe mes Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës. Në të njëjtin kohë ai kujtoi iniciativat që vijnë nga Mali i Zi. Ne shohim se si Milan Knežević, lideri i Partisë Popullore Demokratike, po kërkon që Mali i Zi të nënshkruajë një marrëveshje ushtarako-teknike me Serbinë, Hungarinë dhe Slovakinë. Një motiv shtesë për këtë marrëveshje është të forcojë dhe më shumë miqësinë autoritare të dy liderëve, Orban dhe Vučić, theksoi Popov. Rreziqet e një gare të re armatimesh në rajon sigurisht që ekzistojnë, tha Naim Leo Beshiri, sepse siç u shpreh ai, mund të mbështetesh gjithmonë te forcat nacionaliste për të ecur përpara dhe për të shtrënguar retorikën. Kurse Popov vlerësoi se është e papërgjegjshme të bëhen marrëveshje të tilla në rajon, veçanërisht nëse kemi parasysh se ato nënshkruhen ndërmjet vendeve anëtare të NATO-s dhe atyre që nuk janë. Nëse flasim për ndikimin e marrëveshjeve të tilla ushtarake në stabilitetin rajonal, Beshiri tha se në radhë të parë varet nga sjellja e politikanëve të rajonit. Kurse drejtori i Qendrës për rajonalizim, Aleksandar Popov, vlerësoi se nënshkrimi i marrëveshjeve të tilla shkakton psikozë lufte, krejtësisht të panevojshme në Bosnjë dhe Hercegovinë, por dhe në Kosovë, dhe shumë destabilitet të brendshëm në vendet e rajonit, dhe kjo vetëm i hedh benzinë zjarrit.